Java 21 e kampionatit kombëtar të kategorisë së dytë ka përbatur në stadiumin Brian Filip të Lezhës, Beslidhjen vendase dhe KFC Rokën Mysafire. Një derbi ide inferior i cili foli dhe për vendasit që të mbështetur dhe nga tifozëria triumfuan me rezultatin e pastër 3-0. Kanë qenë golet e shënuar nga Ardit Hila, Emanuela Kansases dhe Flavio Fusha, 2 në pjesën e parë dhe 1 në pjesën e dytë, që kanë vendosur fatin e këtij takimi në favor të vendasve. Me këtë fitore Beslidhja drejtuar nga trajneri shkodran Elvis Plori gjitet në kotën e 51 pikëve plus 6 ndaj Sopotit, ndjekës të vendit të dytë, dhe një javë para mbytjes së kampionatit, shpatet kampione e grupit A duke siguruar ngjitjen në kategorinë e parë. Them se gjithë bashkë kemi qenë aktor të këtij kompozimi, pra jam shumë i kënaqur si bëm me një punë kaq shumë të mirë dhe si na dolin pa. Pra është një punë e gjithëve bashku, jo vetëm me Florit, dhe jam i kënaqur si kurorëzum edhe ndeshjen e fundit në shtëpi me një fitore 3-0 dhe e mbyllëm përpara një javë përpara përfundimit të kampionatit arritjen objektivi një kategori më lart. Nga ana tjetër, me këtë humbje Shiroka drejtuar nga trajneri Ardit Mani mban në vendin e tretë me 41 pikë, por duke siguruar praninë e konkurimit si pjesë e ndeshjes së fazës play-off, me një mundësi tjetër për të kërkuar realizimin e objektivit të kategorisë së parë. Një fitore shumë të rëndësishme në këtë javë regjistroi dhe Tërbuni Pukës, i cili duke mundur në shtëpinë aftëtare 1-0 me golin e shënuar nga Amarildo Karaj, është ngjitur në vendin e 5 me 26 pikë, duke qenë shumë pranë objektivit për fazën play-off. Dy skuadrat e tjera të qarku Shkodër Basanja dhe Veleqiku, të cilat luajtën në transfert, i kanë humbur ndeshjet e kësaj jave, respektivisht Kopliksit me luzjen e vogël 4-1 dhe Bushatësit me Gramshin 4-0.